Deputeti PS-s Ben Blushi deklaroi se PS është e gatshme për një aleancë me LSI-n për të rrëzuar qeverinë Berisha. Sigurisht që po, nuk ka asnjë dilemë për këtë, pavarësisht nga çfarë ka ndodhur, eventualisht ne mund të kemi një koalicion me LSI-n. Nëse ka njerëz që janë të papërgatitur për këtë që po ndodh, kjo tregon se ka probleme me fantazinë e tyre. Nuk parashikojmë dot që një ditë ajo që duket e pamundur mund të jetë e mundur dhe nëse ka një gjë që stonon në këto 20 vjet në Shqipëri është aleanca e PD-s me LSI-n. Aleanca PS-LSI pavarësisht nga çfarë ka ndodhur, mënyra si është folur për ta prishur apo për ta ndrejshur këtë marrëdhënie organike, kjo aleancë është biologjikisht e mundur. Është bashkimi i dy trupave që për arsye që nuk dihen u ndan dhe ribashkohen. Nuk hyte ata që janë shumë entuziast as euforik për këtë që po ndodh, por hyte ata që mendonin se kjo gjë mund të ndodhte një ditë. Me sa duket tani është koha, mos prisni që ky proces të ndodh pas një jave, pas 2 vjetësh apo 3-4 muajsh. Është një proces që ka filluar, por është gjithmonë i pritshëm dhe me që është i pritshëm, është i mundshëm, deklaroi Blushi. I pyetur për presidentin e ardhshëm nëse e sheh Nanon si kandidat të mundshëm, Blushi theksoi: "Kjo gjë po rezulton çdo ditë më e pamundur, kjo për arsyet tona, sepse sot Berisha tha që unë do të tentoj të zgjedh një president nga PD-ja dhe e djatha. Pra ai sa kuptoi, kjo është e pamundur."